Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Baçja Magjike. Sot dua t'ju tregoj diçka shumë interesante që kam vëritur në kopshtin tim. Nuk është një eksperiment shkencor dhe nuk synon të tregoj se një mënyrë është gjithmonë më e mirë se tjetra. Është thjesht një përvojë reale që mendova ta ndaj me ju. Kam 2 pimë domate të mbjella në të njëjtin kopësht. Tomatja e parë është rritur krejt natyrshëm. Nuk e kam krasitur, nuk e kam lidhur në shkop dhe nuk është trajtuar asnjëherë me preparate kimike. Siç mund ta shihni, është e gjelbër, e fuqishme dhe deri tani duket e shëndetshme. Ndërsa domatja e dytë është krasitur, është lidhur në mbështetje dhe është trajtuar sipas nevojës. Megjithatë, pikërisht kjo bimë është prekur nga një problem që unë mendoj se është merimanga e kuqe. Ose mund të jetë edhe ndonjë dëmtues tjetër. Kur pash këtë ndryshim, më erdhi menjëherë në mendje një kujtim nga fëmijëria ime. Kur isha e vogël, nëna ime nuk i krasiste domatet. Ato rriteshin lirshëm në kopësht dhe mbeteshin të gjelbra dhe të shëndetshme deri në tetor, derisa fillonte i ftohti. Madje në ato vite i ftohti vinte më herët se sot dhe kishte raste që freskia e vjeshtës ndihej që në shtator. Atëherë nuk kishte kaq shumë preparate dhe trajtime sa ka sot. Shumë punë bëheshin me vëzhgime, përvojë dhe dyrim. Kjo nuk do të thotë se duhet të kultivojmë domatet sot njësoj si dikur, sepse kushtet, varietetet dhe dëmtuesit kanë ndryshuar. Por, ky kujtim më bën të mendoj se ndonjëherë natyra, kur e lëm të zhvillohet në ekuilibrin e saj, mund të na befasoj me rezultatet. Kjo që po ju tregoj sot nuk do të thotë se krasitja është e gabuar ose se trajtimet nuk duhen bërë. Shumë kopshtarë kanë rezultate të shkëlqyera duke krasitur domatet. Shëndeti një bime ndikohet nga shumë faktorë: moti, temperaturat, lagështia, ujitja, toka, qarkullimi i ajrit, varieteti dhe prania e dëmtuesve. Prandaj, mendoj se gjëja më e rëndësishme është të vëzhgojmë bimët tona çdo ditë. Ato na tregojnë vetë se çfarë u pëlqen dhe çfarë nuk u shkon. Çdo kopësht është i ndryshëm dhe çdo sezon na mëson diçka të re. Unë vazhdoj të mësoj çdo vit nga përvoja ime. Nuk pretendoj se ekziston vetëm një mënyrë e drejtë për të kultivuar domatet, por besoj se duhet të dëgjojmë edhe natyrën dhe të mësojmë diçka më shumë prej saj. Tani dua të dëgjoj edhe mendimin tuaj. A i krasitni domatet apo i lini të rriten lirshëm? Çfarë përvoje keni patur në kopshtin tuaj? Shkruani në komente sepse përvoja e secilit mund të ndihmojë edhe të tjerët. Një ndjekësja ime shumë e zjarrt më shkruan se kur ishte agronome në kooperativ, ajo ka mbjell 2 nymë me domate të pakrasitura dhe kanë patur rezultate shumë të mira, pasi domatja pishet në hijen e gjetheve të saj dhe është më e ëmbël, e ruan veten nga dëmtuesit. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni ta pëlqeni, ta shpërndani me miqt dhe ta abonoheni në kanalin Baçja Magjike, që të mos humbisni videot e reja për kopshtarinë natyrale, bimët dhe jetën në kopësht. Ju falenderoj nga zemra për mbështetjen tuaj. Ju uroj një kopësht të shëndetshëm, prodhim të bollshëm dhe sa më shumë gëzim nga puna me bimët. Një gjë tjetër që kam mësuar nga kopshti është se çdo bimë ka ritmin dhe mënyrën e saj të rritjes. Ndonjëherë ne mendojmë se duke ndërhyrë më shumë po e ndihmojmë bimën, por ndonjëherë mjafton t'i krijojmë kushtet e mira dhe ta lëmë natyrën të bëjë punën e saj. Në kopshtin tim gjithmonë përpiqem të vëzhgoj para se të veproj. Shikoj gjethet, kërcellin, rritjen e re dhe ndryshimet që ndodhin nga dita në ditë. Për shembull, në kohën kur domatet ishin prekur nga merimanga e kuqe,
Vura re ndryshimin e ngjyrës së kërcelit. Gjethet filluan të bëhen me pika dhe atëherë mendova se domatja ime ka probleme. Kjo më ka mësuar se kopshtaria nuk është vetëm punë me duar, por edhe një mënyrë për të kuptuar më mirë natyrën. Çdo bim ka një histori për të na treguar.